Në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po vijon shqyrtimi i ankimimeve për zgjedhjet e 11 majit të depozituara nga subjektet zgjedhore dhe kandidatët. Sot do të vijojë shqyrtimi i ankimimit Partisë Demokratike për pavlefshmërinë në zgjedhjet në qarkun Kukës, ndërkohë dje ka kërkuar rinumërimin e votave për qarkun Tiranë kandidati i Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti. Për më tepër do të lidhem me gazetarin Ergys Gjençaj. Ergys, të përshëndes, në çfarë faze është shqyrtimi i ankimimeve? Nisi të përshëndetje, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve, pjesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vijon shqyrtimin e kërkesave ankimore të depozituara nga Partia Demokratike, koalicioni Partia Demokratike Aleancë për Shqipërinë Madhështore. Deri më tani, gjatë ditës së sotme është vijuar me diskutimin e kërkesës ankimore për sa i përket shpalljes së pavlefshme dhe përsëritjes e zgjedhjeve në qarkun Kukës. Partia Demokratike pretendon se problematike të shumta kanë ndodhur në procesin zgjedhor për qarkun Kukës, ashtu edhe për të gjithë qarqet e tjera, por meqense jemi në kërkesën ankimore për qarkun Kukës, problematika sipas Partisë Demokratike që lidhen kryesisht me votën e emigrantëve, pra me votën e diasporës. Partia Demokratike ka kërkuar dhe ka prezantuar një sër provash të cilat janë në shqyrtim nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve. Shqyrtimi është bazuar kryesisht në çështje teknike legjislative të provave të Partisë Demokratike. Ndërkohë nisit si kundër e thatë, edhe ju në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kandidati i Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti ka kërkuar rinumërimin e të gjitha qendrave të votimit në qarkun e Tiranës, mbi 1200 qendra votimi ka kërkuar Ilir Ali Mehmeti për të rinumëruar, pasi nga bërjetja e pamjeve filmike ka konstatuar parregullsi në procesin e numërimit, por jo vetëm Ilir Ali Mehmeti, por edhe dy kandidatë të tjerë të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, Lisander Hoxha dhe Mimoza Darmataj, kanë kërkuar të njëjtën gjë, rinumërim, proces rinumërimi, rivlerësimi të fletëve të votimit për qarkun e Tiranës. Ndërkohë nisit një Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka vendosur ditën e djeshme që të hënën të hapet një kuti votimi, të rinumërohet, të rivlerësohen fletët e votimit në një qendër votimi në qarkun e Vlorës. Vendimarrja është marrë pas kërkesës ankimore të koalicionit Nisma Shqipëria bëhet. Kjo pasi koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, vlerëson, pak nga pamjet filmike që ka vërejtur, vlerëson se fletët e votimit nuk kanë vullat pasme në anën e pasme të fletës së votimit. Mirë, faleminderit shumë Ergys për informacionet. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare tani.